Do të flasim në këtë epizod të gjatë talks për ato që njihet si betejë e Kosovës. Në fakt, pala serbe e konsideron si një prej pjesëve të historisë së tyre të lavdishme, por në anën tjetër ka shumë diskutime, ka shumë narrativa, ka shumë mite të cilat janë zhvilluar pikërisht për këtë ngjarje. Gazi Mestani lidhet me Vidovdanin, me këtë fest për cilën po flas. Në anën tjetër, Gazi Mestani njihet gjithashtu për një fjalim që ishte konsideruar shumë i rëndësishëm. Rancini ja kishte dhënë fakti se fjalimi në vitin 1989 në atë kohë në këtë vend e kishte mbajt ish lideri i Serbisë famkeqi Slobodan Miloševići. Si ka rrjedh kjo ngjarje, ky monument, si trajtohet Vidovdani, betejë e Kosovës, edhe 637 vjet pas. Do të flasim me studiuesin e historisë, profesorin, ish diplomatin Syl Ukshini. Profesor, faleminderit shumë për kohën tënde. Klasi, faleminderit. Çka ju thot juve kur përmendet Vidovdani edhe Gazi Mestani? Po, pyetja është shumë interesante. Nëse flasim për brezin tim, në fakt është një lloj paralajmërimi ose siç e paçujtë rrugova atëherë në Der Spiegel, revistën gjermane, ishte një lloj kërcënimi që Serbia në fakt i bënte shqiptarëve të Kosovës. Fjalimi në Gazi Mestan është një paralajmërim se në Kosovë dhe në Jugosllavi do të ketë luftra, sepse e bëri të qartë dhe ishte një projekcion që Serbia po përgatitej për ta jetësuar konceptin ose strategjinë, doktrinën e Serbisë së Madhe që ishte shpërfaq me memorandumin e Akademisë së Shkencave vitin 1986 dhe 3 vite më vonë ai vinte si një manifestim që në fakt kishte për qëllim të përjashtonte shqiptarët dhe të tregonte që Kosova nuk është për shqiptarë, por është e rezervuar vetëm për serb. Dhe në fakt, nëse dëshirojmë ta kuptojmë edhe luftën e Kosovës më vonë, ne du ta gjejmë burimin e së keqes te fjalimi i Gazi Mestanit. Këto janë ngjarje që paralajmërojnë stuhi në krejt Jugosllavinë dhe në fakt i paraprin shpërbërjes së përgjithshme të Jugosllavisë. Dhe këtu është ai, si thush, që thot një profesor im në Berlin, është edhe ajo platforma që e çoi Serbinë në izolim ndërkombëtar dhe në lloj veçkatrimi dhe në humbjen reale të Kosovës. Cilat kanë qenë mesazhet kyçe? Po thoni që prej atyve që paralajmëru kjo stuhia e ardhshme e Kosovës edhe shqiptarëve, atë kujtohen cilat kanë qenë mesazhet kyçe dhe çush janë përdorur madje ato prej serbëve apo vazhdojnë të përdoren ende edhe sot e kësaj dite? Në fakt ajo betejë nuk u përdor si një betejë kulturore, si një betejë historike, po ishte me këtë tonë kërcënuese që ne po e kthejmë Serbinë, po bëjmë unike, që në fakt i binte që shqiptarët po përjashtoheshin. Shqiptarët nuk përmendeshin, shqiptarët nuk ishin pjesë e atij manifestimi, ishin vetëm serbët. Dhe ishte një histeri e frikshme. Dhe serbët kishin kaluar një lloj ekstaze të një nacionalizmi primitiv dhe një nacionalizmi agresiv. Dhe krejt ajo fest në fakt ishte një lloj amballazhi i projektit të Serbisë së Madhe. Ishte për të arsyetuar projektin ose pretendimin e krijimit të Serbisë së Madhe. Dhe të gjitha parullat ishin se Serbia historikisht është e dënuar. Zundhausen që përmend thot historia nuk është ndonjë përzgjedhje, por Serbia thot ka zgjedh ta marrë atë parullën që historikisht është e përvojtur që në fakt nuk është, sepse studimet serioze historike perëndimore tregojnë që betejë e Kosovës nuk ishte një betejë vendimtare historike, u bë më vonë si instrument dhe kisha serbe përdori mas krijimit të shtetit serb në Kongresin e Berlinit dhe u përdor më shumë si një lloj platforme politike për të arsyetuar ambicjet e Serbisë së Madhe. Dhe por nga ky këndvështrim, shqiptarët e Kosovës manifestimin serb e përjetuan si një lloj shantazhi, si një lloj kërcënimi, sepse atëherë ishin parullat
na ile shumë evidente. Ne dua marrë, shqiptarët të duhet të shkojnë në Shqipëri, Serbia është e jona, dhe domethënë kishte parolla që ngjanin me ato parollat që i kishte bërë domethënë Hitleri që Gjermania është vetëm e gjermanëve, hebrejt duhet të largohen dhe kishte një lloj paralele, por betejë e Kosovës unë mendoj që ose 600 vjetori që u festua, vjen në kohë kur po ndodhin ndryshime të mëdha gjeopolitike, po përfundonte lufta e ftohtë, po vinte një rend liberal që ishte kundërshtim me politikat e vjetra të Serbisë. Dhe po e përmeni dhe më pëlqen shumë se është Zundhausen edhe autori i Serbisë të një histori shumë interesante të Serbisë. Ai thotë që Serbia është një mentalitet i pallankës, që nuk është një term që nuk kupton që serbët refuzojnë modernizimin, refuzojnë pluralizmin, refuzojnë kuptimin e ballavaqimin kritik me të kaluar. Dhe por nga kjo perspektivë, ata kanë zgjedhur mitët dhe këto mitë pastaj kanë prevalu mbi politik bërjen dhe mbi historinë. Dhe kemi të bëjmë një betejë që është në fakt më shumë e instrumentalizuar politikisht. Dhe duhet ta kemi parasysh që betejë e Kosovës është një betejë shumë etnike, koalicioni ballkanik. Por serbët e marrin një projeksion sikur shqiptarët kanë luftuar në anën e turqve, ndërkohë që shqiptarët e vitit 1389 kanë qenë po ashtu katolik, domethënë kanë qenë pjesë asaj bote që është. Dhe në betejën e Kosovës kanë marrë pjesë bosnjakët, shqiptarët, kroatët, vllehët, hungarezët. Domethënë është një betejë dhe në vend që kjo betejë të ndërtohej për të krijuar një lloj kulture kështu të dialogut mes këtyre kombeve dhe popujve, ajo përdor domethënë për të legjitimu kërkesat hegemoniste në Serbi. Po e thash edhe një herë që miti betejës së Kosovës fillon të instrumentalizohet në fund të shekullit 19, përkatësisht në rastin e 500 vjetorit të betejës së Kosovës, Ministria e Jashtme e Serbisë merr vendim që të festohet betejë e Kosovës. Pse bëhej kjo pikërisht në atë kohë? Bëhej për idenë që të legjitimueshin kërkesat, sepse Serbia ishte e vetëdijshme që Perandoria Osmane po shpërbej dhe pretendimit ishin që ta pushtonin Kosovën. Dhe natyrisht për ta nxit një lloj mobilizimi te popullata e mbrëmshme dhe për ta arsyetuar në rrafshin ndërkombëtar duhet të shpikej një mit dhe ky mit u gjet që ishte miti i betejës Kosovës. Por na ile duhet ta themi që beteja shteti serb nuk mori fund me betejën e Kosovës, e thot Oliver Schmidt. Dhe përkundrazi, nëse ka një popull që ka ndihmuar shumë Perandorinë Osmane për të zgjeruar në Ballkan, janë populli serb. Nëse ka një perandori që një shtet ose një popull që ka marrë pjesë në rënien e Konstantinopolis dhe perandorisë bizantine është populli serb, janë princa serb, të cilët kanë qenë vasalë dhe kanë qenë bashkëpunëtorë të mirë të Perandorisë Osmane. Domethënë nuk janë siç e portretizojnë vetëm viktimë, por në fund të shekullit 19 ata e instrumentalizojnë për qëllime të politikës ditore dhe për ndërtimin e identitetit modern. Në fakt, krejt qëllimi i intervistës profesor është pikërisht këtu, të ky instrumentalizëm, të krijimi këtyre narrativave, këtyre të vërtetave, në thonjë kushtimisht të tyre. Sot nëse e shohem, duke përjashtu këtë pjesë që veç e shpjegu të historisë, qysh e kanë instrumentalizu dhe qysh është përdor, mitizu e ngjashëm për qëllime të ndryshme varësisht prej epokave në të cilat ka qenë Serbia. Sot, a ka ndonjë detaj, ndonjë shenjë, ndonjë që, ose a ka forcë në fundit Serbia me vazhdu me përdor Gazimestanin? Pyetja është jashtëzakonisht e mirë, për dallim nga Gjermania vitit 1945. Serbia e pas vitit 1999 nuk ka pas një qëndrim kritik ndaj të kaluarës. Përkundrazi, Miloševići është dorëzuar në Hag, por ai akuzohet që nuk ka arritur domethënë ta jetësoj idenë e Serbisë së Madhe. Që i bie domethënë që thot Kadareja, Serbia është e vërtetë që është dënuar, por doktrina ka mbetë e pa dënuar. Në politikën serbe dhe në shkencën serbe, miti dhe doktrina e Serbisë së Madhe ka mbetë e pa dënuar. Dhe çfarë ka ndodhur? Nëse e marrë në mënyrë simbolike, është treni i Serbisë së Madhe. Ka qenë Miloševići, është largu, timonier është bë Vučići, por ideja e Serbisë së Madhe vazhdon të jetojë aty. Ania nuk ka ndryshuar, veç ka Jo, nuk ka ndryshuar. Dhe ambicet nuk kanë ndryshuar. Ne kemi pa edhe
parullat dhe ambicjet e studentëve serb, Serbia ka met po ajo e vjetra, sepse unë shpesh e bëj një lloj krahasimi, është mirë ndoshta që Kosova është vendosur në protektoratin ndërkombëtar. Por mas vitit 1999, unë mendoj që Ballkani, nëse dëshirojmë që Ballkani të ishte vërtet pjesë e Evropës, i evropianizuar, unë mendoj që do duhej të bëhej mbi dy premisa, që Partia Socialiste Miloševićit të shpallej jashtë ligjit, armata dhe policia serbe që ishin informacione të ngjashme me raportet e Hitlerit, po ashtu duhet të shpalleshin jashtë ligjit dhe Serbia të demilitarizohet dhe të vendosë në protektorat ndërkombëtar. Këtë nuk ka ndodhur dhe sot e kemi Ballkanin potencialisht prap, domethënë me vatër krize. Por nëse i shohim rrethanat që kanë ndodhur në rajon, Serbia ka përfituar në kohën e Kongresit Berlinit, konferencën e Londrës, ka përfituar në konjunktura ndërkombëtare dhe nuk janë ai populli që e quajnë vetin herët. Jo, përkundrazi, nuk kanë bërë betejë. Ata janë mësuar domethënë edhe në Bosnë, edhe në Kosovë, gjithherë luftat i kanë bërë me civil. Çfarë po dua të them? Serbia po mundohet ta luajë rolin e një superfuqie në Ballkan. Por shqiptarët për herë të parë kanë polici, kanë ushtri, kanë infrastrukturë për me mbrojt. Dhe çdo popull i vogël, edhe serbët janë popull i vogël, që pretendon domethënë ta luajë rolin e një hegemoni, përfundon në tragjeditë e vet. Dhe nëse Serbia ka përfunduar një lloj tragjedie në fund luftave ballkanike këtu, unë mendoj se çdo tentim për ta reprizuar domethënë Serbinë e madhe, unë mendoj që do të përfundojë domethënë në copëzimin e më të durshëm të Serbisë, sepse konjunkturat ndërkombëtare nuk janë në si thosh që e kanë favorizuar idenë e Serbisë madhe, sepse na ile nuk du të harruam iku ndoshta një detaj, në kohën e luftës së parë botërore, për ta bërë Serbinë për vete, në kampin anti-gjerman, anti-austriak, Franca dhe Gjermania domethënë i mësonin nxënësit në shkollat e tyre fillore dhe të mesme për betejën e Kosovës, për mitin e betejës Kosovës, domethënë sa thellë kishte depërtuar. Dhe ne kur flasim për historinë, ose kur themi që jemi autokton, shpesh na thonë mos u merrni me histori. Por kur vjen puna për të serbët, gjithherë fillojnë me vitin 1389. Por nuk du të harruar që shqiptarët e vitit 1389, serbët e vitit 1389 nuk ishin këmbë të formuara në kuptimin e sotshëm. Me betejën e Kosovës. Po, domethënë atëherë më shumë kishim identitete fetare, kishim identitete lokale sesa që ishte një identitet i formsuar. Çush ja del profesor Serbia me mbajt këto narrativa që don? Çush ja del? A e ka propagandën kaq shumë të zhvilluar? A e përdor, po trashëgohet brez pas brezi, shekull pas shekulli? Serbia ka përdor dy elemente. Ka qenë një lloj platforme e Polenisë së madhe, kanë bërë disa autor serb dhe atë platformë e ka marrë Garashanini dhe e ka modifikuar në ambientin serb. Domethënë ideja është vjedhur nga polakët. Pastaj ideja për Serbinë e madhe ka lind domethënë duke u thirrë në mbështetjen e kishës ortodokse serbe që ka qenë aleate e kishës ortodokse ruse. Po, por nëse shohim si ide, si le të themi ambicie e serbëve, imagjinoj po flasim për vitet 1300 dhe po flasim sot në 2026, po vazhdojmë flasim për një ide e cila vazhdon të motivojë serbët. Çush ja dalin me vazhdu me ëndru për këtë Serbinë e madhe, pavarësisht këtyre luftave që i përmendet e për cilave ka pësuar ato doja të thoja që konjunkturat ndërkombëtare, duke qenë aleat të natyrshëm të rozëve, ata gjithherë kanë shfrytzuar që kontraditën që ka pas domethënë në lindje dhe perëndim, ku në anën e rozëve kanë qenë edhe Franca dhe Anglia, dhe kjo e ka shfrytzuar këtë konjunkturë për ta ndërtuar domethënë ose për ta implementuar idenë e Serbisë së madhe. Dhe çfarë ndodh mas Kongresit Berlinit? Austro-Hungaria merr Bosnën dhe Serbia sheh që është e pamundur zgjerimi drejt Bosnës. Atëherë fillon të ndërtohet narrativa që ne duhet të zgjerohemi drejt jugut, që i bie drejt Kosovës dhe drejt Maqedonisë. Dhe aty fillon të riprodhohet dhe të instrumentalizohet miti dhe të bëhet ideja sikur ideja ose zemra e shtetit serb ka qenë në Kosovë, që në fakt nuk është ashtu, është një trellim dhe nuk ka të bëjë me realitetin shkencor. E thash edhe pak më herët,
princa serb mas betejës Kosovës kanë vazhdu qeverisin principatat të tyre, por ka qenë lojal me portën e lartë, me sultanin dhe kanë qenë ndër kontribusit më të mëdhej edhe në shtrirjen e perandorisë osmane në Ballkan. Nuk janë ata viktima që e kanë ndërtu kishën, por kisha ortodokse serbe ka lu gjithherë një lloj në miniatur, një lloj ka qenë një farë leve e Serbisë së madhe. Dhe edhe vetë perandoria osmane ka pas probleme të herpashershme me kishën ortodokse serbe, sepse Rusia është ndikimin e saj në Ballkan, pan-slavist, e ka shpërndau përmes rrjetit kishtar. Dhe kisha është ai kontaminuar. Po, sakt. Dhe unë për këtë arsye jam kritik të çështja aranzhmaneve të reja që dalin të marrëveshja e Ohrit për kishës, pikërisht duke pas referencën nga e kaluara historike, sepse kisha kur nuk ka qenë një institucion fetar, por ka qenë një institucion që ka beku luftat ekspansioniste dhe ka qenë një institucion ku brenda saj kanë vepru edhe formacione politike ushtarake paramilitare historikisht edhe në kohën e perandorisë osmane, edhe në kohën e Miloševićit, po i kemi edhe sa domethënë edhe rastin Bajska, ku e kemi pa domethënë që kanë operu përmes kisha. Domethënë nuk mund të flasim për një institucion puro fetar, por një institucion që i ka shërby politikës. Ndërkohë dhe ajo nxitja e madhe që është bë nga luftat ballkanike deri te Miloševići është instrumentalizimi i mitit serb për Kosovën. Dhe për këtë arsye, pavarësia e Kosovës, domethënë që kundërshtohet nga kisha, është se njohja ndërkombëtare e pavarësisë Kosovës e varros përfundimisht edhe de facto, sepse de jure ka varros idenë e Serbisë së madhe. Dhe ajo është në fakt vetëm një mit që ban peng shoqërinë dhe politikën serbe. Ndërkohë, si studius i historisë, miteve, ideologjisë, së fundme mlejoni ta bëj publike, ani pse s'është publikuar ndë profesor publikimin që njëri të punon këto ditë, quhet Betejë e Kosovës, historia, miti dhe ideologjia. Tu i pas parasysh krejt mënyrën e funksionimit të Serbisë dhe të serbëve, qysh i instrumentalizojnë mitet, qysh i zhvillojnë narrativat, qysh krijohen ideologjitë e ngjashëm. Çka na pret në të ardhmen, çka mundën gjeneratat e reja me ndëgju? Naile, ke kap një pyetje jashtëzakonisht interesant që ndoshta së fundi jam bën skeptik, por duke shkruar një libër për vilajetin e Kosovës, më ka rami pa dokumentet e vitit 1901. Bile disa i kam botu, dhe është njërë nga ta është bashkëpunimi ruso-serb në veri të Kosovës, para 125 viteve. Dhe kush e ka lexu, i duke që është një ngjarje aktuale. Dhe kjo më ka bë skeptik, për me mendu që çështja e normalizimit për mua është e lartë, për mos të thënë e pamundur. Për shkak se Serbia akoma vazhdon ta konsideroj veten si superfuqi në Ballkan, ndërkohë që nuk është. Dhe ideja është që liria e shqiptarëve projetohet si lloj padrejtie dhe nuk duhet harruar diçka të serbët. E kanë thënë edhe autorë të tjerë. Viktimizimin e kanë jashtëzakonisht të ngritur në lloj doktrine. Domethënë, viktimizimi është një strategji për ta fajsu viktimën paraprakisht dhe për ta legjitimu agresorin si të drejtë. Dhe kështu kanë bërë. Qëllim shumë e bojnë. Po, nëse sheti strategjinë e Miloševićit vitit 1987, kur ka orën fushë Kosovë këtu, ato tubimet, është identike. Serbët e Kosovës të mos bashkëpunojnë me qeverinë e Prishtinës. Serbët e Kosovës të bëhen që janë të përditshëm. Është identike me viktimizimin e Vučićit, tash. Është identike, është e njëjtë, është. Për Vučićin kemi raportuar disa herë së fundi. Dhe nëse shikon edhe shtypin e atëhershëm në kohë perandorisë osmane, për shembull thuhet që është vrarë serb në Deçanëv dhe më vonë konfirmohet që janë gënjeshtra. Po domethënë që i ka prahë. Domethënë që çështjen e viktimizimit është jashtëzakonisht e kanë
maksimum. Edhe kur ka qenë përpjekjet e shqiptarëve për autonomi dhe të drejtat tyre kombëtare në kohën e Perandërisë Osmane, janë serbët ata që dalin në mbështetjet e Perandërisë Osmane. Apo ju funksionon, profesor? A funksionon kjo metodë e viktimizimit? Unë mendoj që ka funksionu dhe kanë mashtru ka gjë shumë kështu. Pse funksionon? Po, ndëgjoj, këtë kulturën e gënjeshtjes që e kanë sidomos kjo bota ortodokse. Se mu ka kujtu edhe një këshilltari Merkelit kur tha ne jemi habitur me Putinin i cili fliste çdo ditë me Merkelin dhe i thoshte s'ka asgjë në drejtim të Ukrainës. Domethënë, në perëndim nuk kjo manierë e komunikimit dhe e kulturës është pak e panjohur. Por në botën perëndimore quhet si një lloj, në botën ortodokse quhet një lloj shkallësie. Edhe dhuna serbe akoma në shoqërinë serbe vazhdon të interpretohet një lloj heroizmi. Domethënë, ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë nuk shihet si torp për shoqërinë serbe, po si një lloj heroizmi, si një lloj triumfi ndaj shqiptarëve. Dhe të gjitha këto e bëjnë problematike dhe shoqëria serbe, politika serbe, asnjëherë nuk ka arrit të ketë një lloj distancimi ose një lloj ballafaqimi kritik me të kaluarën. Dhe derisa mos ketë një ballafaqim kritik me të kaluarën, është e pamundur të ketë një paqe të qëndrueshme në rajon. Dhe por nga kjo perspektivë, nëse i shikon njeriu dokumentet e fillim shekullit 20 dhe i sheh edhe ngjarje këtu, unë jam shumë skeptik që mund të ketë stabilizim të raporteve Kosovë-Serbi, sepse Serbia nuk është e gatshme ta pranojë lirinë tënde dhe lirinë time. Liria jote dhe liria jame, liria fëmijëve tu dhe fëmijëve të mi, zhvillimi i fëmijëve tonë, për të përjetuar si një lloj padrejtie, sepse ajo është mësu që shqiptarin të shetë të ndrydhur, të përndjekur, të prapambetur, të pashkolluar. Dhe vetën ta paraqes si një lloj misionar në Ballkan që ka për detyrë gjoja për të civilizuar popujt tjerë. Dhe unë kam pa edhe në shtypin austriak kohën e luftës ballkanike një intervistë një ambasadori serb në Paris, atëherë thonte po mirë, ju Kosovë po pretendoni që është zemra e Serbisë. Po çfarë keni tash që po pretendoni edhe Shkodrën edhe Shqipërinë? Kjo thonte është mushkëni të Serbisë. Domethënë, dhe kur një shtet operon me kësi terminologjie dhe me kësi me kësi vokabulari, tregon sa primitiv është, domethënë në këtë kohë dhe shkojmë te ajo teoria që e thotë profesori im Zundhauser, që Serbia domethënë është një vend që refuzon domethënë emancipimin, refuzon domethënë demokratizimin, refuzon pluralizmin. Dhe kjo shoqëri ka mbet po ashtu peng e dy koncepte. Një koncept që është ka perëndimin një nga Rusia dhe vazhdon të jetë edhe sot, por unë mendoj pse Serbia është kështu dhe pse Ballkani kështu, unë mendoj që një pjesë i takon edhe perëndimit edhe Evropës i takon për shkak që janë sjell pagës me një lloj besimi të tepruar ose me një lloj besimi tek retorika e fjalëve të mira që ka thënë Beogradi. Por ne që kemi një lloj eksperiencë të gjatë me serbët, ne kemi ditë që nuk ka të bëjë domethënë me një gatishmëri të serbëve për normalizim dhe për stabilizim të mënyrën e funksionimit që prej viteve 1300 e den që nuk çka saktësisht po dojnë. Profesor, uroj shumë që ta kemi një mundësi tjetër edhe të flasim edhe më gjatë, jo vetëm për betejën e Kosovës, por edhe për zhvillime tjera historike që kaq mirë i shpjegoni edhe i njeni gjithashtu. Kësaj radhe na kaloi koha tepër shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Uroj të jetë ajo fjala juve që thash që shpjegova mirë. Absolutisht. Mos e dyshoni. Unë mendoj që nga njerë ne themi që jo të ndërgjigje kombëtare, po nga njerë jam i lumtur që fëmijët tanë nuk i kemi kontaminu me ideologji nacionaliste dhe unë nuk e parafteroj që fëmijët tanë domethënë dalin dhe të merren me djegjen e flamurit ose simboleve të serbe, ndërkohë që fëmija tanë që ndjekin në mediumet serbe në gjuhën angleze, serbe si din, ata habitën domethënë me perceptimin dhe atë konceptin e tyre nga njerë që ka dhe elemente fashiste kundrejt shqiptarëve. Dhe unë mendoj që një popull që
ka kësi koncepti, kësi diskursi, në fakt ai është i vetë rëbruar dhe nuk mund të ecë përpara. Edhe kemi të freskë këta pamjet, pikërisht prej Gazimestanit, kur festohet Vidovdanit, që thash në fillim tash me 28 qershor, kur shumë të rinj policia detyrohet edhe të ndërhyj ndaj këtyre në mënyrë që ta mbaj rendin edhe sigurinë, ta garantoj sigurinë për secilin qytetar aty. Profesor, faleminderit, ka qenë shumë kënaqësi biseda. Faleminderit gjithashtu. Miru takofshim në episodin e radhës.